Përplasja mes Edi Ramës dhe Erion Veliajt ka dalë hapur. Kryeministri ka urdhëruar shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës, edhe pse ligji nuk e parashikon një akt të tillë për një të paraburgosur. Nëse për kryebashkiak të tjerë të PS-s të hetuar apo të dënuar, Rama mbylli syt në rastin e Veliajt ai goditi fort, duke e kthyer Këshillin Bashkiak në një instrument personal hakmarrjeje. Ky është sinjali politik. Betejë mes shefit të qeverisë dhe delfinit të tij është ndëruar në luftë për jetë a vdekje. Pas urdhrit të kryeministrit për shkarkimin e kryebashkiakut Erion Veliajt, që këshilltarët e PS-s do ta zbatojnë me shpejtësi në shkelje të ligjit nr. 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, ka shkuar në 6 numri i bashkive pa kryetar që duhet të zhvillojnë zgjedhje për drejtues të rinj. Bashkitë e PS-s ku do të bëhen zgjedhje. Në Bashkinë e Tiranës do të zhvillohen zgjedhje sepse ka dhënë urdhër Edi Rama, megjithse ligjërisht si paraburgosur, kryetari Erion Veliaj nuk është subjekt ligjor për shkarkim nga detyra. Në bashkitë Berat, Tepelen dhe Mat do të zhvillohen zgjedhje sepse ish-kryetarët Ervin Demo, Tërmet Peçi dhe Agron Malaj dha ndërheqje në mars dhe u bën deputet. Në Bashkinë e Vlorës do të zhvillohen zgjedhje sepse kryetari Ermal Dredha dha ndërheqjen nën presionin e kryeministrit Rama. Në Bashkinë e Sërrikut do të zhvillohen zgjedhje sepse kryetari Andi Salla u emërua ministër. Edhe 13 kryebashkiak të PS-s me dosje në SPAK. Emiliana Sako, kryebashkiake e Durrësit, është nën hetim nga SPAK për falsifikim dokumentesh dhe korrupsion, për tenderin e depozitimit të mbetjeve në landfillin e Tiranës, tenderin e koshave dhe 3 tenderin ndërtimi si edhe abuzime me bonuset e qerave. Armando Subashi, kryebashkiaku i Fierit, është nën hetim nga SPAK për tokën e landfillit të Fierit dhe tenderët e karburantit të dhënë pagar trafikantit dhe vrasësit me pagesë Renato Çami. Kreshnik Hajdari, kryebashkiaku i Kuçovës, është nën hetim për shkatrimin e burimit ujor dhe parku të mbrojtur Sinec në Lumas, si edhe për vjedhje në tenderin e ujësjellësit me Pullum Salillari. Në hetim nga SPAK janë edhe kryebashkiakët Ilir Xhakolli i Pogradecit, Reç Byberi i Tropojës, Erion Isai i Kolonjës, Majlinda Bufi i Roskovecit, Tonin Marina i Malësisë së Madhe, Eriselda Sefa e Lushnjës, Kristian Shkreli i Vaut të Dejës. Kryetari i Rrogozhinës, Edison Memolla, vazhdon të jetë në detyrë megjithse është dënuar me 1 vit burg për krim zgjedhor, ndërkohë Rama nuk e shkarkon. Nën hetim nga SPAK për korrupsion janë edhe Tërmet Peçi i Tepelenës dhe Agron Malaj i Matit, të cilët Babloku i bëri deputet. Fakti që ngren dyshime për goditjen e Edi Ramës ndaj Erion Veliaj. Për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, Rama urdhëroi Këshillin Bashkiak për ta shkarkuar me argumentin se prej 7 muajsh ndodhet në paraburgim. Për kryebashkiakun e Tropojës Reç Byberi, Rama nuk urdhëroi shkarkim, megjithse ai ishte 11 muaj në arrest shtëpie me vendim të SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme. Bashkia e Tiranës është pa kryetar në zyrë prej 10 shkurtit të këtij viti dhe kryeministri kërkoi shkarkimin e tij. Ndërkohë bashkitë Berat, Tepelen dhe Mat prej 6 marsit 2025 janë gjithashtu pa kryetar, por Rama nuk ka urdhëruar zgjedhje. Në vitet 2019-2022 Rama i la pa kryetar bashkitë Durrës dhe Shkodër dhe nuk urdhëroi zgjedhje të parakoshme për kryebashkiak të rinj.